në prezentën. Mirë se vjen Gjilon. Mirë se u gjeta. Urime pavarësia. Faleminderit, e gëzuar dhe ju vepshe, unë jam vesh me pavarësi. Shumë, kesh të komplimentu, kur po ashtu ardhë, ashtu ta mon në tematikë dhe gjithçka tjetër. Ja kemi borç Kosovës, ja kemi borç kësaj dite, të marrim pak nga i frymëzim që na ka dhënë ajo dite 17 shkurtit të 2008-s, kështu që është, si me thonë, një reflektim në kohë që ndoshta me pak ngjyra, me pak fjalë, me pak fest, e kthejmë krejt atë botë. Gazetari me përvojë 25 vjeçare, ndoshta sa krejt ekzistenca jam, me thonë, tregom çysh bën me u ndjek kur je e intervistuara në këtë rast. Është ndryshe, është pak mosiklet, por sot në këtë ditë derisa po veja, po e dëgjoja edhe një pjesë të Dugaxhinit, derisa po transmetonit drejt për drejt, po shoja dhe mediat tjera, kolegët tonë gjithandej të raportu në këtë toftoft, në këtë shije borë, që nuk është as pak lehtë, sepse sot më ronë mend që gazetarët dhe pjesëtarët e policisë gjithmonë janë jashtë, janë në teren, edhe kur të tjerët mund ta kenë komoditetin shikojnë ndoshta diçka nga televizori, nga ekrani, ne të tjerët bëjmë teren, kështu që dua t'i përshëndes të gjithë ata sot që janë në rrugë e raportojnë nga tereni për të gjithë njerëzit, kudo që shprehin interesim. Nëse të kthej sot para 18 vjete, në 17 shkurt 2008, po. Qysh je ndje në ato momente, ti ke qenë të e bu punën e gazetarës, ke qenë të raportu, qysh ka qenë ai moment për ty personalisht, zemra jote, qka e nuk harroj asnjëherë, edhe jam unë dhe të tjerët që kemi përjetuar atë ditë të privilegjuar, do të thosha që kemi në historinë tonë që kemi përjetu atë punë, atë ditë, atë moment historik e të shenjtë. Ne po bëshim gati të realizonim skemën ashtu si që kishim përgatitur, unë po raportoja për Radio Kosovën dhe po bëshim gati disa ditë përpara, po flitej që do të shpallej pavarësia. Dikush e dinte që do të shpallej. Ndoshta e dinim edhe ne që do të shpallej të dielën. Shumë pyetje kemi pas pse të dielën. Ç'është ajo ditë, nuk ka qenë ditë pune, ç'është ajo nguti, mos po ndodh diçka, kishte një frikë të mobilizimit të sigurisë. Çka mund të ndodh, si mund të kaloj ajo ditë. Edhe mbaj mend Leonid kur pagoj 17 shkurti i para 18 vjetësh, e diel ka qenë një borë e vogël, e ftoftë sikur sot, po ditë me shumë diell. Një ftoftë me diell, si thuhet. Mirë po, është e pa imagjinueshme dhe nuk mund të shkruhet ose të mendohet një skenar si ka kaluar ajo ditë aq mirë, sikur edhe Zoti ka dashur me na ndihmu në krejt aspekte, sepse shumë breza e kanë kërkuar atë ditë, shumë mund e me shumë mjeshtri është prit ajo ditë, prandaj kemi them shpesh ndoshta edhe Zoti na ka ndihmu me kalu aq qetë. E mbaj mend në shesh ka qenë aq një dyndje e madhe njerëzve, të cilët kanë festuar individualisht, spontanisht, si kanë dashur pa as edhe incidentin më të vogël. Ne gazetarët ishim përgatitur me kohë, secili në pikën e vet, të raportonim. Ishte një interesim shumë i madh i gazetarëve, edhe të huaj. E ne vendasit, sikur kishim më shumë konsiderat për mysafirë që kishin ardhur mediave gjigante botërore, s'kishte vend në kuvendin e Kosovës ku do të shpallej pavarësia e Kosovës, që t'i zinte krejt këndin e gazetarëve për të raportuar. Edhe kishin siguruar, ka pas konflikt. Jo konflikt, po kishin siguruar me kohë një hapësirë më të madhe në hotelin Grand, në ato sallat e mëdha. Na aty na u bë vendi konferencave. Edhe është dashur me u bë akreditimin më herët, e unë isha caktuar në atë sallën e konferencave që të përcjellja çdo zhvillim të ditës. Secili prej liderëve kush kishte çfarë të thonte gjatë ditës, sepse pavarësia shpallur në orën 15:35, më duket kështu. Edhe është dashur, domethënë deri atë kohë të vini njerëzit, të vini liderët, të tregonin se çfarë po ndodhte. Njerëzit ishin në pritje, ishin mbushur sheshet, edhe
duhet të tregon të dikush se çfarë po ndodhte. Dhe ai tregim bëhej në grand. Domethënë, a transmetime kemi bërë prej aty, ka pasur media të huaja, sepse Kosova ka qenë dhe është një shembull unik, ndoshta një vend i dal pas lufte, një luftë e cila u mbështet nga NATO-ja për ishte një kurreshtje shumë e madhe botërore edhe e mediave të huaja dhe krejt media të huaja kemi pas këto. Edhe atë ditë, ajo që ka unë mbaj mend, ka qenë gjithë ajo qetësi publike që kam bizotruar në Prishtinë, në Kosovë kudo, ajo fest, ajo gazment, ajo ndjeshmëri, ajo dëshirë për ta pasur shtetin. Dhe sot emocionom dhe më vjen nga një herë të mallëngjehem për atë ditë që kemi përjetuar. Nuk ka qenë e lehtë, sepse ne u dasht të raportojmë në momentin e duhur, por ka qenë edhe gëzim e madh për njerëzit që nuk e kishim, që dhe ata ta përjetonin atë gëzim që po përjetonim ne. Edhe ka pasur shumë ndjenja të përzira. Nuk kemi pasur shumë që kemi dalë prej lufte, kemi humbur njerëzit më të dashurit tanë, ndoshta secila familje, dhe pavarësia e Kosovës ka qenë diçka që do ta donin të gjithë ta përjetonin. Shumë e vërtet, një emocion shumë i madh, pikpyetje shumë të mëdha. Po atë ditë, a ka pas incidente? A i kon stres, mës me mujt me shiu, se shumë persona që e ka përjetu nga afer atë ditë, e tregojnë që ka qenë një ditë shumë e mbarë, edhe gjithçka ka ecë mbarë. E pa shpjegueshme, Leonida. Është e çuditshme se cilin njeri që ka dalë në shesh me festosh kujdes edhe për sigurinë e tjetrit, jo vetëm për të vetën. Prandaj, domethënë, ka kalu aq mrekullueshëm ajo ditë, aq madhështi ka pasur, sa është përmendur kjo në mediat botërore, se si është e mundur gjithaj njeri, gjithaj mas, prej Vlore e Sarandës, prej Qamërisë atje, prej krejt viseve shqiptare ka pasur në shesh, edhe veç ja thonin këngës, nuk kemi pas hapësirën e gazetarët për çfarë të raportonim mas pari. Po i pa plot grupet njerëzve, mënyrën që kanë realizu aktivitetet e tyre. Dhe ka qenë një qetësi publike, po thosha, kështu po e quaj, se gjitha ajo mas, gjitha ajo publik, edhe asnjë incident është një shembull unik, dhe unë për këtë them shpesh na ka ndihmuar dhe Zoti që me kalu aq mirë atë test, edhe po them që e kemi meritu, populli i Kosovës e meriton atë ditë, edhe duhet me festu në mënyrë madhështore për të gjithat përpjekje që është bë, me vjetë, me dekada, me qindra vjetë, neve na është mohu e drejta për pavarësi e për shtet që prej 1912-ës, 100 vjetë është dash tjera përpjekje për me të regu që ka shqiptar këto, që duan vendin e vetë, që duan të drejtën e vetë, të shtetin e vetë. E për gazetarët është sfidë gjithmonë, kur kemi këto dita I ke përjetu të dy Kosovat? Të dyat, edhe në para 99-ës, kur kemi pas protesta si student, kur na kanë nxjerrë prej shkollave, edhe mbaj mend përpjekjet e njerëzve tanë, baballarëve tanë, se si është folur vazhdimisht për nevojën për liri atëherë, edhe për pastaj se si e mendonim pavarësinë dhe shtetin tonë, si e imagjinonim, edhe si fëmijë jam rritur me këtë presionin, si me mrija të hapa, si me mrija atë kohë kur do të vi pavarësia. Prandaj për mua ka qenë një emocion i dyfisht në para 18 vjetësh, në atë 17 shkurt. Gëzimi më i madh ka qenë edhe 18 shkurti, më mbetet gjithmonë numri 18, kur kanë filluar me të shpejt njohjet për shtetin e Kosovës. Dhe kjo ka qenë gëzimi edhe më i madh. Ka vazhdu festa edhe të nesërme në Prishtinë, kudo në Kosovë, nuk e kemi besu që do të na vini njohjet atë shpejt nga vendet më me ndikim në botë, nga Shtetet Bashkuara e vendet tjera në Evropë, kështu që ishte një emocion dhe një përvoj, jam po them e nderuar që i takoj asaj kohë dhe baj me nostalgji ato kujtime të punës. Qysh duket Kosova tash? Pas 18 vjetë ne po e festojmë ditën e pavarësisë, qysh duket Kosova? A duket një vend i mirë për me jetu? A e don ma shumë se që e ke dash? Unë Kosovën e kam dashni. Edhe do ta dua gjithmonë, edhe do ta duam të gjithmonë, duhet ta
ta duam, të bëjmë për të, të punojmë për të. Ne shpesh egoja njeriut të çon ndonjëherë të gabosh, të lakmosh pak më shumë se sa ndoshta të takon. Për shembull, shpesh dim të akuzojmë të tjerët, po bojnë kur gjë, po bojnë çurea, domethënë nëse gjithmonë për vetës, siç ka thënë presidenti amerikan, çfarë po bëjmë për shtetin e pastaj pres çfarë bën shteti për mua. Secili duhet kujdesemi siç kujdesemi për shtëpinë tonë brenda në shtëpi që kemi. Edhe Kosova është një shtëpi jona. Siç kemi familjet tona të vogla, dhe shteti është një familje e madhe. Gjithmonë bëj këtë krahasim, nëse ambientet tona i bëjmë pastër, mirë, investojmë, punojmë, vrapojmë për të siguruar mbështetjen e familjes, duhet bëjmë të njëjtën gjë edhe për shtetin. Të rregullojmë gjithçka çka na rrethon, edhe të japim kontributin qoftë i vogël, sa një pikë, të gjithë nga pak e bëjmë shtetin. Nuk ta fal kërkosh shtetin, Leonid, është derdh shumë gjak, është bërë shumë mund, është bërë shumë sakrificë, prandaj 17 shkurtit 2008-s duhet ruhet, duhet mahet në pllum të dorës, të mbrohet si sytë e ballit, sepse duhet kujtohen gjithë ato sakrifica edhe kur i kujton gjitha ato përpjekje, pastaj duhet me reflektu me thonë, hej, ka dalë se duhet me dashtë këtë vend pak ma shumë. Atë ka pëlqy flamuri i Kosovës kër e ke pa për herë të parë? Për mu më ka pëlqy që ka qenë shteti i Kosovës, i shtetit Kosovës. Se e di që ka pas shumë pyetje në atë kohë. Ka pas dilema, duhet, është e diskutueshme pse kështu, pse për mua është flamuri më i mirë, më i bukur në botë. Apo sheqësh jam vesh. Po e vërtet, edhe sidomos që kjo ngjyrë, edhe nëse u gjyku para do vjetë tash për momentin është ngjyra aktiviteti. Prandaj, edhe simbolika e përmbajtjes së hartës është thesar, është pasuri. Yjet që kemi janë bashkëtesa me gjitha komunitetet, ne nuk mund të mohojmë realitetin që kemi, por krejt për mua rëndësishme është me pas simbolet e shtetit tonë. Ditën që është shpall pavarësia e Kosovës, ne kemi pas flamurin, kemi pas himnin veç me instrumental, kemi pas temën e institucionit të vendit më të lartë, institucioneve të shtetit që duhet me i pas shteti. Një shtet pa këto simbole nuk është shtet. Edhe prandaj e dua shumë. Më bani përshtypjen e një pijimi i vogël, djetas derisa kishin festu në kopsht ditën e pavarësisë, tha, hala e kishin ndru, tha, të flamurin Kuqizi, nuk ishtë sot, tha, të ekrani gjigant të kopshti. Thash, mirë kanë bo që e kanë ndru, se tash është festa e Kosovës. Edhe ati i kishë rëndësy që e kishin ndru flamurin. Ka është flamuri Kosovës. Se ka majtë në 28 nëntori. Nuk muj me të lonë me shku pa ta përmend edhe një detaj. Ti ke pas që momente historike që ke raportu, po më intereson shumë për zgjidhjet presidenciale në SBA 2024-ën, qysh të ka shku edhe pak me na bo një krahasim të gazetarisë atje në Kosovë. Do shab i kalzu që unë e kom zgjedhë Trumpin atje. Që po më pak probleme, pak shaka. Ishte në projekt jemi, konsultova me redaktor të mi, me drejtorin, që të bulonim zgjedhjet në Shtetet Bashkuara, sepse po shifni që këto zgjedhje, si gjithmonë, Shtetet Bashkuara janë me ndikim të madh global, edhe zgjedhjet atje ndikojnë shumë. Edhe mriva me shku, ka qenë një përvojë shumë e mirë, përvojë jashtëzakonshme, para se më shpall rezultati, e kom ditë që kam e fitu Trumpi. Sepse atje është një sistem tjetër elektoral, jo si të natë, të njëjtën ditë votohet edhe për Kongresin, edhe për Senatin, edhe për Presidentin. Edhe kur intervistoja njerëz të rëndom në qytet, në New York, në rrugë, grupe të ndryshme të shoqërisë, të gjithë thonin që do ta votonin Trumpin dhe arsyen pse. Edhe që atëherë i kishte paralajmëruar në programin e tij zoti Trump që do të shkurtonte shumë programe globale që nuk janë me interes për Shtetet Bashkuara e do të mbante fondin brenda. Do të shkurtonte planet të ushtrisë ku i ka nëpër botë edhe do të kthente mirëqenien për njerëzit dhe njerëzit ishin lodhur nga kosto e lartë e jetesës atje dhe tash ndronin lider. Ndërkohë që në New York ka qenë bastioni i demokratëve dhe atje do më thonë shihi dukshëm ramja e tyre. Në natën, kur shpallën rezultatet, dhe më thonë me shpejtësi të dritës, harta bo e kuqe me ngjyrën e republikanëve dhe po i thosha kolegëve të mi këtu, ende pa u shpallë rezultatet që kam i fitu Trumpi, thanë, ku ja qëllove, thash nëse intervistoja një deri në 10 veta, 7 ose 8 ishin pro republikanëve. Që ato shame thonë që atjes ka pas një analizë
përmbajtësore për fitoren e Trumpit, sepse 2 vjet e 7 muaj kishte një përgatitje intensive të zotit Trump me një ekip profesionale shumë të gjanë në terren për të përmbysur rezultatin e demokratëve dhe ja ka arrit. Domethënë me punë në terren, me angazhim shumë të madh, edhe gazetarët atje si gjithmonë, domethënë presin me kurreshtje kush do ta marrë Shtetet Bashkuara, sepse ndron edhe komplet politika globale, siç ka ndru. E po e shohim çdo ditë edhe tani. Natën kur u shpallën rezultatet, në 12 të natës atje publikohen, domethënë hapën në 8 mëngjes vend votimet, mbyllen në 8 mbrëmje, por pastaj rezultati shpallet në 12 natës. Në shesh publikohen në Manhattan, këtë gazetarë të huj atë, dhe një qike prej një vendit të vogël atë. Edhe ishte një përvoj shumë e mirë, Leonid, është privilegj me raportu prej Shtetet Bashkuara, me pas një përvoj në mesin e shumë gazetarëve të huaj, edhe me pa përvoja të ndryshme. Gazetaria është shkollë që mësohet çdo ditë, ndoshta si çdo profesion, po sidomos më pyete pak më herë si është Kosova sot, po do me thamë për gazetarët tanë sot. Po, të ashtu tonë për fund një këshill se jemi këtu në shtëpinë e gazetarëve, kështu që gjithçysh na anin dikush. Patjetër, ne kemi gazetarë shumë të mirë, edhe gazetaria nuk është veç profesion, është mision, që e fjala publike është me peshë të lartë, e me përgjithësi. E kom pas një mjeshtër të gazetarisë, kur kom fillu për herë të parë, më pati thanë, shiko ka shumë rëndësi për ku e merë zanatin. Qëse e merë për mjeshtërve të mirë, ki më bo gazetari i mirë. E bosh pak jo fort i mirë, pak si i mesëm, po nëse dënë, do me thonë, do të me punu për ditë, nësë me pritu asë njëherë, me bo teren shumë, me pas shumë kujdes për fjallën publike, sepse fjalla publike merë dhejnë, si shtuat është vështirë pasaj me mbledh, i keni mësun teori gazetarit, nuk mbledhen grimcat me u kthy pas, derisa thuhet fjalla publike. Prandaj unë vlerësoj lartë se cilin gazetar dhe punën që bën, por kujdesi për fjallën publike është shumë i nevojshëm, sepse afekton drejt për drejt njerëzit masën. Edhe nuk është të shëndeshme pasaj. Ja, vërtet, faleminderit shumë që ke qenë rritlosh. Ke kënaqësi shumë e madhe edhe për mua dhe shpresoj që s'ka me qenë e fundit. Faleminderit shumë kënaqësi. Unë flas pak shpejt, edhe në shtëpi më thonë, ti flet shpejt pak kështu. Lakmime të marrë, në fakt. Faleminderit shumë gëzuar edhe njëherë ditën e pavarësisë, të gjithë kolegëve tanë që bëjmë punat shumë, të gjithë qytetarëve shqiptarë kudo që janë, është një ditë e shejtë edhe duhet ta ruajmë, ta duam sa më shumë vendin tonë. Faleminderit shumë. Udhime.